E pra të dashur miqtë e mi, ja ku jemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak ngjarjet të banorëve të cilët kanë dalur nga shtëpitë e Big Brother. Do flas tani për Alba Pollozhanin. Kam patur shumë pyetje në Instagram, kam patur shumë pyetje në TikTok. Tiron, çfarë po ndodh me Albën, çfarë po ndodh me jetën e saj, a e ka vënë shamin, ku jeton, a është në lidhje me Limin, si qëndron situata e Albës, sepse ka njerëz të cilët në fakt e kanë parë Albën me keqardhje. Tani, unë e di që Alba ka kthyer nga Kosova, do me thënë nuk ka qenë prezente në asnjë emision në Klan Kosovën, ndoshta është ndjerë e përdorur dhe realisht mua më vjen shumë keq që po flas kështu publikisht për Olsen, por si producente ekzekutive është një letër e lexuar. Do me thënë skenari i Olsës, lëre më që e ka kuptuar publiku krejtësisht, po e kanë kuptuar dhe banorët aty brenda. Okej, klikime mund të ketë bërë, lek mund të ketë fituar, shikueshmëri mund të ketë bërë, por unë mendoj që ajo përdori jashtëzakonisht shumë banorët dhe sidomos Albën, do me thënë Albën e shkatruan shpirtërisht, se sado kudo të themi që ka pat një marrëveshje nga jashtë, tani ju jeni vetë femra, ato që janë femra, dhe mendoj se sado që të keni pakt me të dashurin tuaj, nuk do ta kishit toleruar që ai të bënte publikisht një lëvizje të tillë, domethënë të putheshte, të lëpiheshte, të prekeshte, të eksitoheshte me një femër tjetër në syrin tënd, domethënë ne s'kishim parë, me thënë drejtën, kështu tradhtin ndonjëherë publike, hera e parë kam parë unë Big Brother. Por, mbi të gjitha, Alba siç duket këtë e përjetoi shumë keq dhe normalisht kjo ndikon në psikologji, ndikon në emocione, ndikon në ndjesi shpirtërore, fillon edhe të çmendesh, kalon në fiksime, në obsesion, do të thënë truri jot më fillon dhe krijon aulacione të ndryshme, do të thënë ti fillon dhe shikon figura ndoshta që nuk janë edhe ekzistente. Dhe unë mendoj që Alba e kishte të patjetërsueshme që të mbyllën rrugtimin e lojës së saj në këtë pikë. Në fakt, më vjen keq sepse edhe në fermën VIP Alba këtu e ka mbyllur rrugtimin. Nuk mundeshte dot ta përballon. Unë besoja që Big Brotherin e Kosovës do ta fitonte, sepse sonte ajo do të ishte finalistja e parë. Ajo do të ishte banorja e parë e cila do të përzjedheshte për në finale. Por gjithsesi, nga informacione që unë kam arritur të siguroj, Alba Pollozhani nuk qëndron në apartamentin e saj në Tiranë, do me thënë që ne kemi kuptuar që jeton me vllaun e vet në Tiranë, ka një apartament, ka qenë një përkohësisht e Limi, nuk është se kanë qëndruar bashkë në apartamentin e Albës, etj etj. Nuk ka një marrëdhënie me Limin, Limi e ka mbyll krejtësisht atë kapitull dhe pikërisht natën kur Alba u largua nga shtëpia Big Brotherit, nesërin mbrëma Limi publikoi një video që është në një diskotekë, që do me thënë në Shqipëri nuk kishte lidhje me Kosovën. Ndoshta mund të jenë takuar të dy për të qartësuar deri diku gjërat, por Alba ka përzgjedhur që të mos të jetë aktive në Instagram, të mos të poston asnjë gjë për post tagave që e bëjnë Albën në Instagramin e saj, që ndoshta edhe këtu mund të vëmë një pikpyetje që mund të jetë akoma Instagrami nën menaxhimin e mikes të Albës, e cila e kishte nën menaxhimin kur ishte Alba në Big Brother, sepse Alba do të thënë ka përzgjedhur që të rregulloj veten e saj. Kur flasim të rregulloj veten e saj, të punoj me veten që të qetësoj shpirtin. Dhe kjo gjë siç duket ka ndikuar jashtëzakonisht te Alba që dëshiron të ketë qetësi shpirtërore. Tani pyetja tjetër që mua më bëhet është a e ka vënë Alba shamin. Pa marrë parasysh që Leonora, respekt të veçantë për Leonorën si opinioniste, por ndonjëherë deklaratat i ka shumë emocional. Unë mendoj që opinionisti nuk duhet jetë emocional, por duhet të gjykoj deklaratën sipas momentit të gjës. Leonora e ngarkoi pak Albën, edhe Valdrini e ngarkoi, duke e quajtur se shamin do ta përdorte për lojë. Unë mendoj që Alba nuk e përdorën shamin për lojë, por ajo lidhjen e saj me Zotin, me krijuesin, me Perëndin, e ka thënë që në momentin kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit. Tani këtë lidhjen me Zotin, sepse unë kam qenë një ndjekës i rregullt i showve që ka bërë Alba, nuk e ka përmend për shembull në fermën VIP. Atje nuk ka treguar lidhje që ka me Zotin, atje nuk ka treguar ndjesi që ka për Zotin, atje nuk ka treguar emocione që ka për Zotin. Tani unë e di shumë bukur, sepse edhe zonja Iqballi u duti kishte reaguar. Unë e di shumë bukur që njeriu që krijon lidhshmërinë me Zotin
ajo i vje si një rufe në shpirt. Do të thënë, nuk është se ne do të presim të na vinë mesazhe. Ajo thjesht është si një rufe brenda në shpirt, ti e ndjen, prej në atë moment, do të thënë, fillon shpirti jot në pastrime të ndryshme, fillon vetëdijsohesh në mendime, fillon vetëdijsohesh në karakter, fillon vetëdijsohesh në njeriun tënd dhe ti fillon më ndërton krejtësisht një rrugë tjetër, do të thënë një rrugë e cila ty të çon drejt vendimit për të vënë apo për të mos e vënë shamin. Shamia është një ritual që njeriu e ndjen ta vendon, por nuk do të thotë që shamia të ndan nga besimi dhe nga mosbesimi. Shamia është thjesht ritual shpirtëror që ti e ke qef që të mbulosh pamjet e tua të cilat ti nuk dëshiron t'ua tregosh meshkujve përpos se burrit tënd. Tani Alba dëshironte të tregon tek publiku shqiptar që në Big Brother mund të ndodhin edhe fenomene të këtilla që një njeri të futet, të luan, të bën gjëra brenda asaj shtëpie, sepse në fund të ditës Alba nuk është se bëri gjë realisht, ajo thjesht një natë që pati me Limin, se përkundrazi ka qenë më e tërhequr se të gjitha banorët e tjera, tani më duhet të flasi drejt dhe do të thënë të shikon publiku se çfarë po ndodh me të dhe çfarë ndryshimesh ka. Nuk ka një informacion që Alba ka vënë shamin, informacionet e vetme që unë i kam si gazetar kundërdrejt Albës janë këto informacione që Alba, do me thënë, është duke u qetësuar, është duke u relaksuar, është duke e shijuar atë momentin e qetësisë. Do me thënë si çdo banor i cili largohet nga Big Brother dhe dëshiron qetësinë e saj. Unë uroj me zemër që Alba ta bën. Unë deri diku e besoj Albën sepse duke njohur karakterin e saj transparent, që do me thënë i thot gjërat ashtu siç ajo i ndjen, ashtu siç ajo i jeton, ashtu siç ajo i përjeton, jam i bindur që këtë gjën nuk e ka thënë për klikime. Jam i bindur që këtë gjën nuk e ka bërë për klikime, por e ka bërë vetëm sepse ajo e ka ndjerë shpirtërisht. Unë uroj me zemër që Alba të nisën këtë rrugë, me mbarësi të nisën këtë rrugë, uroj me shpirt që të jetë e lumtur në rrugtimin e saj, të besimit vetar, dhe uroj me zemër që Alba të kthehet në platformën digjitale, pse jo, edhe për t'i dhënë një mësim dikujt tjetër, i cili në fakt ka mendime të ndryshme për rrugtimin e jetës, për gjërat e jetës që i ndodhin në jetën e tij. Alba dhe Limi, sipas informacioneve të mia, nuk janë bashkë, nuk janë me njëri tjetrin, do të thënë nuk e vazhdojnë lidhjen bashkë, por Alba ka përzgjedhur që të ri të ndaj kohën tek një mike, tek një shoqe e saj, do të thënë të kalojnë momente bashkë, sepse ndoshta ka nevojë për reflektim, ka nevojë për të punuar me veten dhe është më se normale. Unë uroj të gjitha të mirat Albës, e pres me shumë dashuri, e pres me shumë pozitivitet dhe uroj që sa më shpejt, më falni, të jetë pjesë e mesit tonë.